Dje në orën 14:30 në bulevardin Iliria në Tetov, punonjësit policor të stacionit policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin SA 50 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit të trafikut me radar, punonjësit policor konstatuan se ai kishte drejtuar një automjet Audi në zonë të banuar me shpejtësi 108 km/h në një vend ku shpejtësia e lejuar është 50 km/h. Dje në orën 15:10 në autostradën Shkup-Tetov, pranë pikës së pagesës rrugore Zhelin, punonjësit policor të stacionit policor për siguri të komunikacionit rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin AH 26 vjeçar nga patishka Reke Shkupit. Gjatë kontrollit të trafikut me radar, punonjësit policor konstatuan se ai kishte drejtuar një automjet Volkswagen Passat me shpejtësi 181 km/h në një vend ku shpejtësia e lejuar është 100 km/h. Më vonë, pasi ishte liruar, ai u kap sërish duke drejtuar automjetin me shpejtësi shumë më të madhe se e lejuara. Konkretisht në bulevardin Iliria në Tetov, ai u kap duke drejtuar automjetin me shpejtësi 105 km/h në një vend ku shpejtësia e lejuar është 50 km/h. Dje në orën 15:15 në autostradën Shkup-Tetov, pranë pikës së pagesës rrugore Zhelin, punonjësit policor kanë privuar nga liria personin BJ 19 vjeçar nga fshati Slatin, i cili drejtonte një automjet Golf me targa të Tetovës në shpejtësi 177 km/h në vend ku shpejtësia e lejuar është 100 km/h. Në të njëjtin vend pranë pikës së pagesës rrugore Zhelin, në orën 15:45 është privuar nga liria dhe KM 28 vjeçar nga Radovishi, pasi me radar ishte konstatuar se drejtonte një automjet Arteon me targa të Radovishit me shpejtësi 173 km/h, gjithsesi 73 km/h më shumë se e lejuara.